Në momentin që ti futesh në atë cikël, në atë sistem, nuk je më i vetes tënde, në ato pozicione ku janë interesa aq të mëdha, do ndryjnë interesa të tjera, që nëse ti nuk ke formimin e duhur, do të tjetërsojnë, ose nëse ti do mbash një pozicion të drejtë, mund të edhe t'ikësh fare. Kështu që sa më përpara të shkosh, aq më shumë rritet ambicia dhe aq më shumë i largohesh kësaj pjesës tjetër, sepse është e tillë loja e politikës dhe e pushtetit, sidomos kur vjen në nivelet të larta. Kur ti je në atë moment, ose je pjesë e pushtetit aty nivelet lart, ose je shumë afër njerëzve që janë pjesë e atij pushteti. Është e vështirë të tërhiqesh kur kupton ose kur shikon se çfarë ndodh? Për mua po, është shumë e vështirë, sidomos në vende si Shqipëria, për arsye sepse zullumet janë të mëdha. Kështu që në momentin që ke bërë një zullum, ti duhet bësh një tjetër më të madh që ta mbulofsh atë. Kështu që mendoj se është e vështirë për tu tërhequr kur je futur në nivele të tilla. Në momentin që luan interesa aq të mëdha, nuk je ti më i rëndësishëm. Janë interesat dhe ato ekuilibra që ti thyen.